nuk ishte fare në refenen e faktorit ndërkombëtar. Pra situata ka ndryshuar. Megjithatë, është vërtet ajo që sot të vërtetat e opozitës shkojnë në veshin e botës. Çështja është që deri tani duket sikur kemi një qëndrim të dy ose më saktë me dy anë të faktorit ndërkombëtar. Nga njëra anë kemi partitë djathta të cilat flasin për situatën reale në Shqipëri, dhe nga ana tjetër kemi qeveritë të cilat apo po themi institucionet e komunitetit ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian, por edhe me gjerë, të cilët duket sikur vazhdojnë ta ruajnë me fanatizëm atë pozicionin e tyre. Kush institucion, konkretisht? Referohesh Komisionit? Komisionin Evropian. Shefja e Komisionit Evropian ishte në radhën e parë të asaj të atij takimi. Dakor, po qeveritë evropiane që nuk kanë, ndoshta do duhet më tepër kohë që ky zë të vi institucionalisht edhe nga qeveritë. Nuk e di, por kemi një Europë, pra që duket sikur tani po flet me dy gjuhë, dhe fatkeqësisht gjuha e vërtet apo gjuha që tregon realitetin është ajo që thon partitë popullore të djathta, sepse ajo është situata reale në Shqipëri dhe është në të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve që të ndërgjegjësohen të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian dhe të gjitha qeveritë europiane të flasin dhe ato me gjuhën sepse duket edhe pak nonsens, sepse shumë nga këto qeveri vinë nga ato parti. Pikërisht pra. Pra shumë nga ata njerëz që është e qeverive të djathta. Po shumë nga ata njerëz që kanë firmosur atë rezolut kanë poste nëpër qeveritë kryesore të Bashkimit Evropian. Ndoshta është një proces që do kërkojë më shumë kohë, por tashmë një gjë mund të thuhet me siguri. Mirë, kjo mund të jetë, në fakt kjo është një lajm i mirë për kryeministrin, i cili premtimin kryesor ka pasaportën europiane. Dhe në rast se do t'i duhen institucionet europiane nesër për të realizuar qëllimin e tij, urdhëro ku i ke qeveritë. Po të duash dhe Parlamentin Evropian ku ka shumicën Partit Popullore Evropiane. Shiko, jemi përballë faktit që po themi faktori më i madh politik i Europës, por edhe më gjerë po flet me një gjuhë ndaj qeverisë shqiptare që praktikisht mund të krahasohet me gjuhët që ata flasin jo vetëm me OSBE Odiri. Me regjimet diktator, sigurisht edhe në OSBE. Ja, se po të mbledh të gjithë institucionet, se me kuptojnë vetëm komisioni ka mbetur, edhe jo komisioni tamam. Më shumë është Marta Kos që bën sa deklarata kështu në ajër, po shefja e Martës ishte ulur në të njëjtin vend ku miratuar rezultatet. Marta Kos thotë do merrni po se morët do jem unë, plaça unë, po nuk e morët, tani si mund të flas. Tani sot kemi dëgjuar, njëri thoshte marrësh nga ditët e mia, i thoshte Edi Ramës. Edi Rama e thoshte mallkonte shqiptarët mos votofshi Jarebi, kështu që po mbetëm ke këto që